Të dashur besimtarë, të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdojmë me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka rënditur 7 kategoritë atyre njerëzve të cilët do të jenë në hijen e arshit të Allahut ditën kur nuk do të ketë hije tjetër përpos hijes së arshit të Tij, ku elusin madhruarin Allah të na bëjë prej tyre. Vazhdoni dërguari i Zotit dhe thotë: dhe ai person i cili jep lëmosh, jep sadaka fshehtas, pra e fsheh atë, ai sa dhe dora e tij e djathtë nuk e di se çfarë dha. E këtu ka versione të ndryshme, ai sa nuk dinë e djathta çfarë dha e majta dhe ai sa nuk dinë e majta çfarë dha e djathta. Në të dyja rastet, kur thot çfarë i jep e majta, simbolizon zemrën, dhe kur thot çfarë i jep e djathta nuk dinë e majta, pra zemra nuk tronditet dhe nuk heziton. Profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam gjatë gjithë jetës së tij ka qenë një person nxitës për në sadaka. Ndaj vërejmë se hadithet e tij të cilat flasin për lëmoshën, flasin për sadakan dhe vlerën e saj janë të shumta. Nuk kursente asnjë moment për të përkujtuar njerëzit, sepse njerëzit kanë nevojë vazhdimisht për përkujtim, ashtu siç thotë Zoti xhelel xhelalu atij përkujtose me të vërtetë përkujtimi u bën dobi besimtarëve. Nuk kursente asnjë moment, por i nxiste njerëzit dhe i përkujtonte për vlerën e sadakas. Madje dhe gjinin femërore e cila në kontekstin e ligjërimit ndjehet pak e përjashtuar, sepse lidhjat të cilat i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala, lidhjet mashkull femër janë të reduktuar, ashtu siç i ka vendosur Zoti dhe Zoti ka caktuar më të mirën për njeriu. Duke qenë lidhje të tilla, profeti alayhi salatu wasalam i kushtonte këshilla të veçanta femrave, madje i nxiste ato për dhënien e sadakas. Një ditë për ditë shkon në familjen e tij, kthehet në shtëpinë e tij, pasi kishte bërë kurban, dhe e pyet bashkëshortën e tij, sepse ai është edukator kudo ndodhet, edukator në familje, edukator në xhami, edukator në shoqëri, nxitës për në të mirë dhe mësues i të mirës kudo ai ndodhet. E pyet bashkëshortën e tij Aishën radhiyallahu anha dhe i thot: "O Aishë, çfarë ka mbetur nga kurbani të cilin e bën?" I thot Aishë radhiyallahu anha: "I dërguari i Zotit, ka mbetur një shpatull." I thot profeti alayhi salatu wasalam: "Jo Aishë, i gjithë kurbani ka mbetur veç shpatullës të cilën do ta konsumojmë ne." Pra i jepte mësim bashkëshortes së tij se sadakaja para se të shkojë tek nevojtari, tek fugarai, tek ai i cili ka nevojë për të, ajo shkon tek Allahu subhanahu wa taala. Ndaj dhe Allahu xhelel xhelalu pikërisht për këtë lloj sadakaje e cila fshihet, ku nuk e din tjetër kush vetëm se Zoti xhelel xhelalu ato që ti jep dhe nuk të ndohet as pak zemra jote, thotë Kur'ani e tij famlar: "Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." E ju nxitoni dhe shpejtoni për në xhennet. Shikoni se si Allahu subhanahu wa taala i drejtohet krijesave të tij. Nxitoni për në xhennet. Gjërësia e të cilit është sa gjërësia e qiejve dhe tokës i përgatitur posaçërisht për të devotshmit. Shif se si nis dhe i rëndit Allahu subhanahu wa taala të devotshmit. Ata të cilët japin kur janë mirë dhe kur janë në vështirësi. Ata të cilët japin kur janë mirë dhe kur janë në vështirësi, pra kur janë në rahat financiarisht, por edhe kur janë në vështirësi financiarisht. Ata të cilët vetë përmbahen ndaj zemrimit, pra e fshehin atë zemrimin e tyre dhe vetë përmbahen, nuk reagojnë, nuk e derdhin atë zemrimin e tyre, nuk, domethënë, nëse dikush në një farë forme e provokon vetë përmbahet dhe këto e bën për Allahun subhanahu wa taala, jo nga pamundësia, ata të cilët i tolerojnë të tjerët, pra i falin njerëzit dhe dijeni se Allahu subhanahu wa taala i don ato bamirësit. Kur flitet për sadakan të nderuarit e mi, të cilin e përmend profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith të tij,
Mendja në shkon tek ata breza të cilët shpenzuan gjithçka kishin dhe gjithçka mundën, dhënë të shtrejtën dhe atë e cila nuk kishte ndonjë vlerë materiale shumë të madhe në sytë e njerëzve, por jo tek Allahu subhanahu wa taala. Mendja të shkon që ajo sadakaja nuk është thjesht një diçka materiale e cila jepet për të plotësuar ndoshta atë nevojën e shpirtit, por është diçka e cila jepet për të arritur kënaqësinë e Allahut. Ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam na mëson dhe thotë, sadakaja e fshehtë. Pra ajo nëpërmjet të cilës nuk kërkohet famë, nuk kërkohet domethënë publicitet. Sadakaja e fshehtë e shuan zemrimin e Allahut xhelle xhelalu. Në një hadith tjetër ka thënë, e shuan zemrimin, i shuan të metat ashtu sikurse shuan ujë zjarrin. E shuan zemrimin e Allahut xhelle wa ala. Ndaj dhe i nderuar i Fudhail ibn Iyad, rahimahullah, dietari i madh, kur dikush ja trokiste derën për të kërkuar ndonjë nevojë për hir të Allahut subhanahu wa taala, për të kërkuar ndonjë mbështetje, thonte mirë se vjen o ti që na e merr materialen ton për të na vendosur në beshorën e Allahut xhelle xhelalu. Për shikoj se si e vlerësonte. Nuk e vlerësonte si një barr, por e vlerësonte si një person i cili e ndihmon për në xhennet. Se thonte na e merr, vërtet na e merr këtu, po e ke vendosur më një herë ku? E ke vendosur më një herë në ahiret, në peshorën e ditës gjykimit, ditën kur do të kemi nevojën më të madhe për këto vepra, të cilat në konsideratën njerëzore sot janë të vogla, por tek Allahu vlen shumë. Shkon një person tek dietari i madh Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, dhe i ankohet se nuk po gjente zgjidhje për problematikën e tij shëndetësore, pra nuk kishte lënë mjek pa shkuar, mirë po nuk po gjente zgjidhje. Pra plaga të cilën ai e kishte ose smundja të cilën ai e kishte vazhdonte të ishte në të njëjtat nivele. Shikoni se si i thot çfarë sugjeron dietari. Pra dietari nuk i thot këtij, shiko ti duhet të praktikësh diçka të thënë mjekët, sepse dietari nuk është ai i cili i te i kalon kompetencat e tij. Ai ka fokusin e tij. Ai thot dëgjoj mjekun dhe në mjeksi shkoj vizitohu tek mjeku, tek kompetenti. Por i thot, a nuk provon një diçka për cilën profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë da'u mardakum bis sadaqa. Kërkoni shërimin e të smurëve tuaj tek sadakaja. Pra kërkoni të shëroni nëpërmjet dhënies së sadakas. A nuk e bën provë, thot, a nuk e ke provuar, a nuk e ke kërkuar shërimin nëpërmjet sadakas, thot çfarë të veproj? Hape një pus ujë, thot aty ku kanë më shumë ti nevojë. Thot e hapi një pus ujë dhe me të vërtet pas një kohë shumë të shkurtër Allahu subhanahu wa taala e shëroi nga diçka e tillë. Dikush do thonte me të drejtë, po nëse nuk e shëron, ne nuk them se kjo është garant se duhet shërohet me patjetër. Kjo është një opsion, një alternativë të cilën të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe duhet ta shfrytëzosh në çdo moment. Dhe ne nuk japim sadaka për një lloj interesi, por japim sadaka për t'ju përgjigjur Allahut subhanahu wa taala. Zoti i gjithësisë në Kur'anin e tij famlar na drejtohet për atë i cili jep sadakan, për ta kuptuar kontekstin e asaj që ai jep dhe thot: "Men alladhi mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Shembulli i atij i cili jep në rrugë të Allahut është si shembulli i një kokre ose një kokër fare e cila prodhon 7 kalli. Në çdo kalli i ka nga 100 kokra të tilla. Pra bujku mbolli vetëm një farë. Kjo farë nxorri një bimë e cila prodhoi 7 kalli. Dhe këto kalli, thot Allahu subhanahu wa taala, nëse i cili ndodhen nga 100 kokra, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dhe Zoti ja shumëfishon kujt të doj. Pra jo vetëm kaq, por Zoti ja shumëfishon kujt të doj, wallahu wasi'un 'alim. Zoti është i pakufishëm në mënyrën se si shpërblen, në mënyrën se si furnizon, dhe ai është i gjithditur. Dhe ai është i gjithditur. Po përse vallë Allahu dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam
e kanë veçuar një sadakadhënës për ai I cili jep në fshehtësi, sepse ai ruan sinqeritetin e tij, por ruan dhe dinjitetin e tjetrit. Ka raste ku njeriu është I obliguar ta publikojë ndoshta atë sadakan e tij, por ne përflasim kur është mundësia. Ndaj dhe kanë thënë se nuk e kanë kuptuar banorët e Medinës se nga u vinte sadakaja dhe risku vetëm se kur ndroi jetë një ndër stërnipërit e profetit sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, I cili e kishte zakon për çdo natë, pra e thotë shoqja, njofton e shoqja tregon ajo dhe thotë për çdo natë barte në shpinën e tij, pra vetë duke mos kërkuar ndihmën askujt, vendoste mbi shpinë një thes me ushqime apo me nevojat e ndryshme dhe shkonte u shpërndante njerëzve duke u lënë tek dera, duke trokitur derën dhe duke u larguar me nxitim, thotë nuk e kuptuan se kush e kish pas bërë një vepër të tillë vetëm se kur ky vdiq, sepse nuk e zotënzoi më njeri në një diçka të tillë. Zonjës e nderuar Aishës radhiyallahu anha, në raste të shumta apo përmendim një rast konkret, sahabiu I nderuar Muawiya ibn Abi Sufjan radhiyallahu anhu, I cili ishte brenda kalifi kohës së tij, I dërgon një dhuratë plot 100.000 dinar, pra një pasuri e vërtet. Thot nuk e zua nesërmja derisa e shpërndau të gjithën. Dhe I thot një shoqëruesja e saj, sikur të kishe lënë diçka për ne, për shtëpinë tonë, pra, që të gatuanim dhe ne një gjellë me vlerë, se një gjellë të këndshme. I thot Aisha radhiyallahu anha, përse nuk më kujtove? Pra shikoni se si e dashuronin sadakan të nderuarit e mi. Pra kur e bënin një vepër, e bënin me gjithë shpirt. Ndërkohë që gjen ditët e sotme njerëz të cilët me të vërtetë mund t'i ketë dhënë Allahu materialisht, por u mungon edukata. Njerëz të cilët thonë ta falun ty këtë. Hiqe shprehjen ta falor vllai. Hiqe shprehjen ta fal, se nuk fal dot as ti as unë. Nuk ke takat me të fal gjoti, se ti nuk ke asgjë. Vetëm Allahu xhelle xhelalu është ai I cili jep. Profeti alayhi salatu wasalam ndryshe I kishte edukuar shokët e tij. Të tillë duhet edukohemi edhe ne. Shikoni diferencën midis shprehjes ta falun ty këtë dhe shprehjes a mund ta pranosh këtë dhuratë prej meje? A do nderoje ta pranoje këtë dhuratë prej meje? Sepse ai I cili jep po tregon nevojën e tij madhështore që ka për Allahun subhanahu wa taala dhe për atë që ofron Zoti I gjithësisë për atë I cili jep dhe për atë I cili dhuron sadaka në rrugt të Allahut. Ndaj vazhdimisht përmend shembullin e dietarit të shuar dhe tregtarit të madh El-Layth ibn Sa'd, dietari I Egjiptit dhe bashkohësi Imam Malikut rahimahullah, të cilit I kishte falë Allahu subhanahu wa taala dhe pasuri të madhe. Kur e pyesnin dhe I thonin për cilët se në shtëpinë e Layth ibn Sa'd me dismëngjesit drekës dhe darkës, pra kur u hapte dera e shtëpisë, vërshonin njerëzit ata të cilët kishin nevojë për të bërë mëngjes, për të ngrënë mëngjes, për të drekuar ose për të darkuar, thotë dhe numri I tyre, pra nëse dikush do t'i numëronte do të ishte midis 100 dhe 300 veta. Dhe kur e pyesnin se pse gjithë ky shpenzim, çfarë thonte? Allahu subhanahu wa taala pra dal në mëngjes dhe shpenzoj një sasi të caktuar dhe kur kthehem darkë jam kthyer me 100 fishin e asaj. Afaji im thotë është se Allahu subhanahu wa taala shërben pa kufi. A nuk duhet ta tregoj dhe unë të madhështinë e furnizimit të Allahu xhelle xhelalu? I shkon një zonjë në dyqanin e tij dhe në një recetë të kohës I kërkon një sasi të vogël mjalti pasi nuk kishte mundësi ta blinte, pra e kishte si recetat mjalti. Menjëherë hoxha dhe pronari pra I thot punëtorit e tij merr atë enën, zakonisht ishin me qypa ato, dhe çoja zonjës ke shtëpia, pra dhe çoja tek shtëpia, jo thjesht jepja, merre. Nderoje tjetrin, ruaje dinjitetin, të ta ruajë Allahu ty. Thotë dhe kur u kthye, I thot punojësi, thot zotni, thot ti e din vetë, po
Nëse ajo të kërkoj një kavanoz për shembull një gjysmë kilogrami, dhe ti shkove dhe i dhe një enë me 20 kilogram, pra sikur ti kishe dhënë një kavanoz 1 kilogram, do të ishe shumë më kënaqur. Përse vallë i dhe pa kufi? Dhe sepse ajo kërkoi aq sa kishte nevojë, ndërsa unë dhash ashtu siç kam nevojë ke Allahu ke Zoti im. Ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar në mënyrë të vazhdueshme, jepni sadaka, se ajo sadakaja vetëm se e shton pasurinë dhe nuk e pakson atë. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na bëjë prej të tillëve, të cilët japin në fshehtësi, japin me besim e me dashuri. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shkon një person tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i ankohet të dërguarit të Zotit për vrasësitë zemrës. Domethënë, zemra ka dhe ajo smundjet e saj, të cilat duhet t'i ndjekim, jo smundjet fizike, por smundjet shpirtërore, të cilat duhet t'i ndjekim, nuk duhet t'i anashkalojmë. E shpesh herë, domethënë, kur njeriu ndjen vrasësi, kur njeriu e ka të ushqyer të zemrën e tij me urrëtie, këto janë smundjet nderuarit e mi, të cilat duhet gjetë metoda dhe kura e caktuar për t'i kuruar ato. Dhe i ankohet të dërguarit të Zotit për vrasësinë e zemrës, pra është i ashpër në zemër kur i thon. I thot profeti sallallahu alaihi wasallam, shërimi i kësaj gjëje, shikoni të nderuarit e mi. Kështu i orienton dhe vazhdimisht njerëzit për praktikë, për të qenë praktik. Shërimi i kësaj gjëje është ta ushqesh atë i cili ka nevojë dhe t'ia afrokosh kokën jetimit, t'ia lëmosh kokën, pra ti jesh pranë tij, ta ledhatosh, pra ti jetosh me të. Jo thjesht një ditë. Ndonjëherë domethënë njeriu ka ato ndjenjat e momentit. Islami i nderuarit e mi nuk duhet të ketë musliman emocional, musliman të çastit. Njerëz të cilët e marrin shtruar, dinë atë çfarë veprojnë. Ndër kur ka folur i dërguari i Zotit për sadakan më të mirë, çfarë ka thënë? Ndër sadakat më të mira është sadakaja e atij njeriu i cili është me shëndet plot. Ambicjet për të pasuruar, pra tahmaja dhe lakmia janë në maksimum, i friksohet domethënë varfris, pra ka, por dhe i friksohet varfris, e ka konsideruar sadakan më të mirë. Përse? Sepse në momentet të vështira gjithse i cili mund të bëjë veprime të cilat nuk i ka në normativën e tij të përditshme. Kur është në vështirësi, bën domethënë veprime të cilat në jetën e përditshme nuk i bënte. Por ky i cili i ka shumë normale, ky thot profeti alayhi salatu wasalam e ka vlerën më të lartë tek Allahu xhelle xhelal, ose sadakaja e tij konsiderohet më e mirë sadaka. Përse? Sepse ky e ka kundërshtuar me gjithë qenien e tij, e ka kundërshtuar shpirtin e vet. E ka kundërshtuar ndjenjën me të cilën i frikson shejtani i mallku krijesat e Zotit me varfëri. Thotë nderuar Hasan al-Basri rahimahullah, në 98-99 ajetet Kur'anit famlar, Zoti xhelle xhelalu përmend dhe garanton se ai është furnizuesi. Vetëm në një ajet të vetëm Zoti xhelle xhelalu thotë, ai shejtani ju frikson juve me varfëri, braktisën njerëzit 98-99 apo 100 ajete të cilat përmendin dhe theksojnë se Allahu subhanahu wa taala është furnizuesi, dhe u kapën vetëm pas këtij ajeti ku shejtani i frikson njerëzit me varfëri. Ndaj ai i cili jep në kohët e tij të arta, është i shëndetshëm, domethënë nuk ka asnjë hall, është ndryshe nga i personi i cili ka probleme dhe synon diçka me atë, ndërsa ky synon komplet vetëm se mirësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe dijeni të nderuarit e mi, se sadakaja e nis shpërblimin e saj këtu në dynja dhe përfundon në ahiret. Sadakaja më e mirë është sadakaja në familjen tënde. Ndaj profeti alayhi salatu wasalam e ka ndarë në 4 kategori sadakadhënësin, ose vlerën e atij i cili jep sadaka, dhe ndër të tjera ka thënë ai i cili shpenzon në familjen e tij. Si ka mundësi, domethënë, ne jemi të obliguar të investojmë dhe të shpenzojmë familjen tonë, po këtë e bëjmë për hapur Zotit, duke shprehur mirësinë që Allahu xhelle xhelal na ka begatuar me familje, na ka begatuar me fëmijë, na ka begatuar me nënë, me babë, me bashkëshorte,
me vëllezër e motra e gjithçka. Për ta përmbyllur, nderuarit e mi, do ta mbyll me një shembull shumë të shkurtër. Dikur jetonin dy vëllezër. Njëri ishte i martuar dhe kishte fëmijë goxha, tjetri ishte beqar. Që të dy kishin një biznes të përbashkët, thon ndryshe. Pra biznesi asaj kohe zakonisht ishin arat, blegëtoria e gjërat kësaj natyre. Thot dhe llogarit si rregull i kishin të ndara. Vllai i cili ishte beqar, o Zot na rrethon nga njerëz diell. Vllai i cili ishte beqar në mbrëmje bënte një llogari dhe thonte: unë jam beqar, sidoqoftë shpenzimet i kam shumë më të pakta. Vllai ka familje për të marrë, ka fëmijë për të marrë. Thotë dhe ngarkonte një thes me dridh dhe e çonte ke magazina e vllait. Pra darkë për darkë, kur i ndanin ato të ardhurat e asaj dite, dhe ja çonte thot vllait. Shikoni vllai i dytë. Vllai i dytë thotë: unë elhamdulillah jam i rregulluar, jam me familje, jam me gru, jam me fëmijë. Vllai im nuk e ka nis akoma. Është beqar. Ai ka nevojë në jetë, ka nevojë për shumë shpenzime. Ndaj thotë dhe ky e ngarkonte një thes me dridh dhe e çonte tek magazina e vllait i cili ishte beqar. Një natë prej netësh thotë u takuan me njëri tjetrin. Pra këtë gjë të cilën po e bënin në fshehtësi kundra njëri tjetrit. U takuan dot me njëri tjetrin dhe kuptuan se realisht, domethënë, ajo çfarë kishin dhënë vetëm se ishte kthy. Thotë i hodhën ato theset e dridhit, u përqafuan me njëri tjetrin dhe thanë: o Zot, mos na ndaj, mos na lë pa vëllëzni. O vëllezërit e mi, nëpërmjet sadakas duhet synojmë afrimitetin, duhet synojmë vllazërinë. Nuk mundemi të bashkohemi në safet e namazit dhe ta nashkalojmë hallet që tjetri mund të ketë hallet financiare, sidomos në familjen e tij. Nuk mundemi as se si t'i themi tjetrit vllai dhe gjithsej i cili për vete Zoti për gjithë. Por besimi i vërtetë është që të kemi ndjenja ndaj njëri tjetrit, të interesohemi për hallet dhe problemet e njëri tjetrit. E një ndër sadakat e cila nuk duhet ta nashkalohet nga askush prej nesh dhe duhet bëhet traditë, është përkujdesja për xhamit. Xhamit të cilat kanë shpenzime në mënyrë të vazhdueshme. Si kudo tjetër ku ti merr një shërbim, duhet ta bësh traditë tek vetja, sadopak se e pakta që Allahu subhanahu wa taala vlen shumë, që mos të hysh në xhami dhe të dalësh prej saj pa e dhënë diçka për hir të Allahut subhanahu wa taala. Lutem ty madhnueshmi Allah na falë na mëshiro. Na bajis o Zot me moralet e larta të nderuarit ton Hazreti Muhamedit alayhis salam. Na bëj jetën të lehtë dhe na mundso Zot të veprojmë drejt, të veprojmë mirë. Na e bëj vdekjen të lehtë dhe na mundso Zot të vdesim me dinjitet e shahadet. Të lutem ty madhnueshmi Allah për çdo sëmur Allah shëroje, për çdo stresuar, të brengosur, të munduar nga hallet e kësaj bote Zot ndihmoje. Për çdo të munduar nga borxhet Zot ndihmoje në shlyerjen e borxheve të tij. Për çdo të pastreje Zot strehoje. Të lutem ty i madhnueshmi Allah për mbar muslimanët anë mban botës kudo që ata janë, kudo që ata ndodhen. Zot derdh mbi ta mëshirën tënde. Zot jepu siguri, stabilitet, qetësi, e veçanërisht arterjes kryesore të botës islame sot. Të gjithë trevave islame të cilat ndjehen të kërcënuara në këtë ditë Ramazani, të gjitha trevat islame të cilat janë drejt një vllavrasje ku e lutim Zotin xhel xhelalu, Zot mbroj, Zot mbështeti, Zot fuqizoi, na mundso Zot të reflektojmë që të gjithë, na mundso Zot të përjetojmë mirësitë e tua dhe të jemi për i falendëruesve, mos na bëjë Zot për atyre të cilët gëzohen në fatkeqësinë e tjetrit. Të lutem ty i madhnueshmi Allah që fjalën tonë të fundit për kësaj bote ta bësh fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, na mundso Zot jetojmë me të, të vdesim me të dhe të bashkohemi me profetin e kësaj fjale Muhammedin alayhi salatu wasalam në xhenetet e larta, në xhenetet e Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور